Çmimet e banesave këtë vit në Shkodër kanë shënuar rritje me rreth 200 euro krahasuar me njëjtën periudhë të vitit kaluar. Në varësi të zonës dhe gjendjes së pronës, çmimet variojnë nga 1200 deri në 1800 euro për metër katror. Momentalisht çmimi është rrit faktikisht në krahasim edhe me vitin e kaluar, sepse shifet edhe nga kërkesat që kam prej klientave që faktikisht kanë dashur me blej vjet, sot thonë jo po si ka mundësi më mirë ta kisha marrë vjet. Apartamentet e reja që dalin sot janë nga 1700 deri 1800 euro në grop, ndërsa vjet kanë 1500. Ndërsa në pallatet vjetra shkojnë 1200 deri 1300, varet e lokacioni. Sipas agjencive imobiliare, rritja vjen si shkak i rënies së eros dhe numrit të ulët të ndërtimeve. Shkaku kryesor është rramja e eros, normalisht shifet se si ka niku. Pjesa që nuk kena le ndërtimesh besoj që ka niku shumë sepse nuk ka prona, pra janë me gishta si i thojnë. Pronat që kanë met edhe normalisht që kur është kërkesa në alë dhe do të rriten. Kryesisht ato që po blejnë më tepër në këtë periudhë janë emigrantët, por edhe të huajt. Terresi për banesat në Shkodër momentalisht kryesisht ka kërkesa të larta edhe nga personat që jetojnë jashtë vendit, pra që janë në Europë, në Amerikë, në vendet ndryshme të botës, pra nga shqiptarët kryesisht, kush janë të blej momentalisht në Shkodër, ndërsa çmimet variojnë, janë rrit, normalisht që shifet edhe me anë tregut, domethënë, si për qera, po ashtu edhe për blerje. Kena shit domethënë edhe me të huj. Faktikisht kryesisht Amerikan ka shumë Shkodra që po vinë nga Amerika, pra po shesin pronat në Amerikë që me ardhë me jetu në Shqipni, po ashtu edhe në Shkodër.